Përshëndetje, ditë të mbar, javë të mbar, ju uroj. Parashikimi për sa përket ditë të së sotme, një ditë parë, se parashikimi një ditë parë, ju e dini, të datës 6 korrik të 2026. Është një ditë që vërtet na jep mundësi nga një anë, nga ana tjetër nëse nuk kemi të kujdesshëm na dikton dhe na qorton. Data 6 korrik. Do thotë sepse sot në këtë ditë, dielli në Gafore formon një katërkëndësh me Saturnin në Dash, një kënd serioz, i rëndë dhe shumë kërkues. Kjo ditë mund të sjellë ndjesi dhe përgjegjësi, por gjithsesi do të pasur kujdes, sepse nuk duhet të nxitohemi në marrje vendimesh. Gjithashtu, në lidhje me emocionet, do të ruhemi shumë nga ndikimet që kanë vend, sepse Saturni në Dash kërkon forcë, disiplinë, pjekuri dhe përballje me realitetin. Ndikohen më shumë Gaforia, Dashja, Peshorja, Bricapit edhe Diçi dytë, sidomos ata që kanë ascendentin apo planetet personale në këto shenja. Por mund të sjellin dhe një ndikim në karrierë, por dhe gjithashtu në lidhje me çështjet e vendimeve personale në përgjegjësi të tilla që nuk mund të shmangen. Prandaj do të pasur kujdese kur jeni në rol drejtues, ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni. Nuk është faji juaj sepse dikush e bëri gabimin, ju keni fajin e një se jeni në rol drejtues, por jo se jeni faji juaj sepse juve i dhat mundësinë. Ai shpërderoi mundësinë që juve i dhat. Kjo nuk është faji juaj. Atëherë mund të gjeni një rrugë të mesme që të zgjidhni problemin që mund të keni pasur. Kjo nuk është një ndikim ose një diçka që mund të themi çfarë mund të bëjmë ose çfarë mund të kemi, por është një ditë shumë e mirë për sa përket organizimeve, vendosje kufish, marrje përgjegjësie, kontroll dokumentacioni, planifikime serioze, rishikime të çështjeve familjare, profesionale për të pranuar realitetin pas bukurime. Por marrëdhëniet për këtë ditë duket se kanë të bëjnë shumë në biseda serioze. Për karrierën është më mirë në punë të vështirë e jo për kërkesa impulsive për promovime. Për financat kërkohet kursim, jo shpenzim. Dhe gjithashtu diçka që ka të bëjnë për sa përket të çështjeve lidhje me takime, me bisedime, lidhje me ndryshime, por nuk ka diçka, nuk favorizon egzagerimet, nuk favorizon lavdrimet. Për shembull, them unë, por kush jam unë? Duhet tjetrit të vlerësoj se cili je ti. Dhe këtu lajkat nuk para hyjnë punë. Por para se të fillojmë me parashimin e kësaj dite e fillim jave të ditës së hënë, unë ju